E njëjta gjë. Jam akoma te stenda dhe më Nuk e di. vinë miqe, kliente. Mashallah. Nuk e di pse po ndodh diçka. Arber, Urdhësh kur shpirt. do ashua të restorantin ti vllai, se Kismet, gati 24 po shpresoj. Ej, nuk e di çfarë të ndodh me ekipën tonë, por se na njerëzve live nuk ju dalim. Pavarësisht që i kemi 300. Jo, nuk ndodh vetëm me neve, është një gjë e përgjithshme, domethënë duhet të jetë një gjë e Instagramit, nuk e kuptoj. Çuna në këtë rast. Neve do nisim se s'kemi të bëjmë tani, do nisim. Shkojmë. Kush janë dy finalistat tjerë, dasar? Dy finalistat e tjerë, unë preferoj apo unë mendoj? Të dy jame. Unë preferoj që veç gjestit, domethënë Lorin, unë preferoj, por unë mendoj që në këtë Shqipëri të çuditshme, ku atë që shajme duam edhe finalist, do kaloj Egli. Kurse unë mendoj me gjithë këtë pjesë brenda 48 orëve një organizim i lezetshëm dhe një ndjenjësh e plasur nga Gjesti edhe nga Egli, më duket diçka e bukur, po unë prapë do i rri asaj times dhe do them gjithmonë të futet Danja dhe Gjesti në finale. Do me thënë, kam filluar të jenë shumë të dashuruar bashkë Egli me Gjestin, pa? Dëgjot, mund të shtoj edhe diçka tjetër? Mos të harrojmë që do jetë çifti më i përfolur në gjithë kohërat në Shqipëri 2025-ën. Një lidhje në Big Brother ditët e fundit edhe një shijim i verës 2025 bashkë me punë e me çdo gjë. Dëgjojmë, Egli në finale shkon në natën finale, surprizë për Gjestin. Arber paska informacione. Se të kështu. E formuloj shumë bukur të asaj. Ndërsa Gjesti është pjesë në finales pa diskutim, edhe besoj Gerta. Unë e pranova Ilirin, Ilir ta pranova. Edhe besoj që do jetë Gerta, nuk e di pse. Por që ka një mobilizim të madh për Eglin me votat në diasporë kryesisht. Unë do më bënte qefi shumë si kur kalon të Danja, sepse ishte një nga që kam thënë që në fillim dhe asnjë nga ju nuk ma kam mbështetur mendimin, edhe Danja thoni Danja si qesh Arbri, nuk ka problem Arber, inshallah dele dhe pastaj do jam. Mirë se të vish ke restoranti do. Qëre, unë edhe në bazë disa informatave që i gëzoj, më shumë ka shansë që sonë të ti me shku në finale se sa Danja. Do të dele dhe ola, ha? Ilir të dëgjua së rigojë sot e pare, ha? Po, kemi Arbrin e, i gdullet Arbrit goja, që si është bërë flak i kush. Po këto zhvillimet që kemi parë me Eglin, me Gjestin, unë po mendoja sikur Gjesti po përpiqet dashje pa dashje, dhe gjitha mundësit që ka domethënë për ta marrë Eglin me vete në finale, edhe pse unë mendoj që sot mund të jetë Gerta finalistja e tretë, sepse i kam ndjekur çik ato përkëdheljet që i bënte Egli Gjestit në shtrat, i kam ndjekur live. Kurse mbrëm në dark, po ndiqja dhe pjesën e Vaskës live, edhe Gjesti në një fat pike përpiqet ta marri lart Eglin edhe aty filloi pastaj, domethënë duke u kënaqur kështu, ajo i thotë, "I ç'a bën kështu?" I thotë se po na shohin të gjithë, e kupton? Edhe duke sikur e kishin një lojë të vetën këta, domethënë që Kjo gabim i madh për Gjestin, se të mendon kështu, është naivitet. Se Gjesti që të arrin finale, edhe Egli nuk e prek finalen, suportues të Eglit e mbështesin Gjestin për fitore. Që se duhet me pas një lojtar, atëherë i bie që Gjesti nuk është dashur në kërkitjove së ndodhë kështu. Në që se të shkon Egli në finale, e sfidon shumë Gjestin. Arber, nuk dëgjohesh se ka shumë...
Po them, Jo në vjen nga qoftë se... Dasara, vjen nga Dasara, pike zo. Është, ja se ti ishe në Panajir, është muzika Panajirit Zhurma. E kuptoj. Jo, po du të them që në qoftë se Egli dhe Gjesti shkojnë që të dy në finale, atëherë Gjestin kjo e penalizon. Sepse mbështetësit e Eglit, potencialisht, qëse Egli nuk shkon në finale, kanë me votu Gjestin, kanë me suportu. Po, kjo është arsyetim, po. Kështu që në këtë pikë lojës nuk e di. Ka mobilizim për Eglin, është sigurt, është shumë e sigurt. Mobilizim i frikshëm për Eglin, sidomos në diaspor me vota. Deri tash të numrume i ka 5.000 vota nga Rinora 4, klubi më i madh në Zvicër. 5.000 të numrume, do e di personalisht. Vota për me shu Eglin në finale, por që akoma mendoj që për shkak të rrjedhës lojës, do ishte më e bukur në finale me shku Egli surprizë për Gjestin. Ja. Arbër, tani ti si e ke qefin? Ti si e ke qefin? Kush është finale? Mirë i dritë, mirë i zamër, mirë. Jo, qefin e diun që e ke mirë ti se e qoni ri, po, e kam fjallën. Si e ke qefin ti? Kush do ishin 4 finalistët që ka qefi ty? Nuk e di, për që ka jep shumë, pavarësisht që nuk i favorizoj ata banor që e lojnë lojën në gjysë të kthehen prap, por që besoj që Egli para Gertës. Se ka jep emocione, ka kajte, jo të zumje. Jo, për këtë bijem dakord të gjithë se Egla, ajo... Ka jep shumë Egli. Gerta nuk ka asnjë lidhje në atë... Absolutisht. Qysh për ditës parë, prezantimi Eglit, tani raporti me Zumin, më pas futja e Gjestit, e dramat, e dinamikat, e përplasjet, në këtë pikë lojës mendoj që më përpara e shoh Eglin se sa Gertën. Por që unë mendoj që skenarët edhe scenariot qojnë që për me pas një finale dramatike të fuqishme, një martesë e improvizume, një surprizë me shku Egli për Gjestin. E di çfarë po mendoja? Po mendoja këtë moment, po sikur produksioni të hapi një këto 7 ditët e fundit, një votim vetëm për Eglin e Gjestin, që t'jenë një, për t'i marrë të dy. Jo, be, atër, Po ja kanë të jam i penalizon, fansa të dy. Më kupton? penalizon kjo. E di, e kuptoj këtë, po unë mendova që ndoshta ka të bëj me në një finalist të 5 që ndrojnë menja rrugës ato dhe fusin edhe një Po, jo, që ndrojnë, është e destiron të asar, mos të tëtë, 5 pare si jepin, heq 4 i dërgojnë, nuk i pjerdë. 4 finalista, më pak surpriza, më pak kosë, më letë menazhohet, nuk du me abusi në rastin e meritonit, në nëzorët direkt jallën, 10 sekunda dhe e shku në studio. Po shanse që Gjesti mos bëj fare në finale, ka? Veç që kjo shansë eksistan. Veç kjo shansë nuk eksistan. Ka shansë Gjesti me së me shku në finale, ta veç kjo shansë nuk eksistan. Iliri nuk e di pse është të live tona se nuk është fare në këtë dynja. E imagjinoni mos futet Gjesti. Jo, unë jam inxhenier në mendje, kështu që unë i analizoj që të gjitha variablat. Inxhinier traktorësh. Qa kishtë ai Meridiani pse s'u futej? Është sëmur. 38 e gjys. E bashkë, ka temperatura, po presin që t'i biri që t'futet, ha? Po, që dje në darkë të asaj. Që kur erdi tek Panajiri, se që gjeti, Jo, mbrëm, si ishte me temperatura, ishte në rregull mbrëm, ishte për bukurim. Ku që di do ketë provuar në një nga ata produkte dhe kompeticionit tënë që bë fano skifo e kupton dhe do ketë bërë në një alergji se. Jo, ja kam nisë me autobus, janë disa qirin, Liam, futën prapa nisë, janë nota 10. Okej, Gjesti... A keni ndonjë informacion për çfarë pritet të ndodhi sonte gjatë Prime-it? Po, kanë me lënë shtëpinë 4 banor. Jo, se besoj. Nga të cilët të sigurt është që do dali Jozi? Po, Danja, Loredana edhe më pas Gerta ose Egli, njona të këtë në pjave. Ore, nuk përshëndetëm qik Gjibani në Buridheu, se kështë bërë dhe syrin sot. Po, shumë mirë, bravo për djallin, merë mirë shumë, më bo qefe. Një përshëndetje shkon vetëm për Gjibanin, gjithë fansat e Gjibanit që janë këtu, se sot kishte reguluar dhe syrin, edhe inshallah me shërim të shpejt. Erdian, Ramsaj, nuk i jetem Ramsaj.
Pse qëndron si sonde që kam qenë interesant. Spektakël po, emocione po, dhe kjo që kam du me ditë është punën e Unazës, pak me diskutu. Çka është nëse thejet Unaza? Çka është ajo ide? Ile ti ide këtu ma mirë. Unë nuk e besoj që Gjesti do ta thyej Unazën kësaj radhe sepse me Unazën të vjen dhe penalizimi, kështu që besoj në këtë moment ai nuk dëshiron të rrezikojë asgjë. Ku është ajo Unaza? Po me ditë është. Është tek kutia e emergjencës pra. Çka përmban? E din këta çka përmban? Ka ngelur akoma, më falni, ka ngelur akoma një kuti emergjence pa u thyer? Po. Po pra, është Unaza. Unaza. Unaza, po do ta luajë Unaza. Po shiko, logjikisht nuk po të pëlqen ky afrimitet ty dasar. Tani një sekond, të martën nuk ka prime apo jo? Ka prime të martën? Jo, s'ka lidhje. Kështu që edhe po Jo, dëgjoj, shumë e shëmtuar nëse Gjesti merr përsipër të japi Unazën, se i bie të tallet me gjithë publikun, e kupton? Për një grua që ka thënë gjithë Big Brotherin që se ka dash. Atëherë mos ja japi më Gjestit fitoren, po të jetë kështu. Ta marrë Rozana se meriton. S'do të thonë muhabet tani. Po jo, se nëse Unaza është automatikisht çon edhe në një dasëm tjetër, qoftë Salvo il fatto që shton ata që dasma mund të bëhet natën e finales, por gjithsesi se të martën nuk kemi prime, kështu që është një konsumim i kot. Jo, unë ju dëgjoj shumë keq. Edhe unë dëgjoj shumë keq. Unë ju dëgjoj shumë mirë gjithë. Egri shkon në finale, po edhe njerë peri përsëris një surprizë për Gjestin. Kjo është pak po e sigurt. Dhe nuk e di, mendoj që prapë do shkojnë. Se Gjesti konfirmon kalimin në finalet e Eglit, thot e prefero ka gjithë Shqipëria, do e marrë për gru dhe do thyej kutin. Po dëgjoj. Dhe do përpara që të mbaroj ky Big Brother do të shijojmë një dasëm të madhe. Unë e thash që ky çift, nëse ka pas një Luizë dhe një Kiara, po ky çift do bëj bumin më të madh në historinë e këtij formati, sepse janë lidhur, janë zgjidhur dhe do dalin nga Big Brother, do flasin. Ata për mua nuk e han një darkë bashkë, valla, po vetëm do bëjnë kështu çik marrëveshje. Ashtu mendoja dhe unë, po. Valla, ata janë të dy. Ata janë shkruar për të bashkuar famën sa më shumë që të mundet, që të marrin komisione për të marrur koncerte e gjitha gjërat e tjera, ndoshta mund bëjnë një këngë bashkë ata, e kupton? Një këngë do ta bëjnë bashkë ata si gati jashtë, tha dhe Arbri. Ata i kanë jashtë gati nëpër koncerte, ai ka booking, aty kanë bërë booking para booking. Ai mase do të jetë deri, e kupton? Por mendoj do jetë çifti më i preferuar në shqiptar. Edhe shkojnë bashkë, duken bukur, edhe shkojnë bukur. Më i preferuari s'mendoj, po më i përfoluri. Se ke thënë qinero për ideu që ke qefë, por. Më fal tani. Bukuria është një gjë. Komiteti qendror është një tjetër. Tani, të lutem, duhet bëj njeriu një arsyetim pse i pëlqen. Thuaj pse të pëlqen Egli. Fol tani Arba. Për energjinë e keqe që ta jep tani. Arbi, di për çfarë pëlqen Arbi Eglin, vetëm sepse i dëgjoj. Sher sontes, dashkë sher. Arbi të pëlqen Egli sepse më dëgjoi mua që u fut prapë brenda. Ata them unë dasar. Ta them unë se si e shofun me syrin e madh. Pse ajo femër mua më pëlqen. Se pavarësisht çdo gjë që ndodhi në atë shtëpi, pavarësisht se ka ra poshtë dhe shanim që të gjithë e ça nuk bëm, bravo i qoftë asaj femre që i neti atij mashkulli nga mrapa, ju bë edhe zor bythë dhe në fund fare e mori. Jo, për të maskë marrë po. Si është ajo shpreha ke prall nga e kaluara, turboj një dynja po mori atë që deshja, ha? Jo, po shiko. Po tash ta marrësh me zor, pa të dash mos më duket muhabet. Ama që njerë që nuk ndalen, së sprovuari, si Liami nuk e fiton njerë, hinë dytën, se fiton dytën, të qyrë me hinë tretën, unë këta njerë që i vlerësojnë shumë. Mos me kështu se të nga mbyllin live-in. Se nuk i tu publikut të audicionet që ke bodhe ti dhe së të morën, Arbër, se si tu? Qysh, zamër? Se si tu publikut që i ke hedh letrat po stisë ka dal viza. Jes, po të marrë vesh, me ka po të zamër? Se mori Liami se mori ti me ile o për ideot, prandaj, pik.
Unë atëri më koni famshëm, më kon shok i ngushtë i Sara Hoxhës. Më mirë një humbje me dignitet se një fitore me hile. O da Sara, unë personalisht më kujtohet, unë kom qenë në Tiranë, kom jetuar atë kohë, më kon në klasë me Lori Hoxhën. Jemi kon shok të ngushtë. Lori se rrjedh. Për ti di, ti ke qenë kolopuç, di gjë ti të bësh në Tiranë atë kohë. Në Tiranë atë kohë, kjo shoqja jote këtu nuk e ka pa finalen, dhe pse kishte shokun e vet të ngushtë të fëmijërisë aty mrena në finale bashkë me ty. Bëll mirë të ka pa, doli ke bloku dhe ndaloni ke bloku gjithë dhe i thoshin, s'po e shikon finalen, thoshin mua se është finalja, ke Mandin, ke Liamin brenda. I thoshin unë e di që do ta fitoja i qelpsini Kosovës edhe s'do të prishet gjaku dhe nuk e shoh fare. E pse ma dhan mua dashor? Ja kshu ka qenë. E pse ma dhan mua? Mos e diskuto fare, mos e diskuto. Sara ka qenë prezent edhe në ca lidhje politike në atë natë, dhe ma ka thonë, po mos të themi atë pjesë e ka marrë tash i hiko. Po ta vasi i bëje detyrat Lori Hoxhës ti, prandaj. Oliam, ti zamër mos më ndalo se sprovuari me mgu mu futesh në të ferma vep. Po ja, edhe këtu tash me ty tu e provu akoma jam. Ej, ti informojmë një herë ndjekësat tanë që kur të mbaroj Big Brotheri ne do jemi live edhe për fermën VIP, ë? Jo, s'kem nevojë se di mu, që më tekët që jo, unë i qërë unë i kam punë të mirë. Restoran po hapi, unë jem... s'do lek ti? Nëse s'do lek, pastaj ik, vazhdo. Normalisht, në qoftë se do na dali koha, ne do bëjmë edhe për fermën VIP një analizë. Që e din që unë kuçtoj në rregull java, dhe kretën presin dur hap. Të shtë tu pa tu bo, abde. Tani do flasi për vetëm këtu apo do flasi për Big Brotherin? Si e keni? Big Brotheri mbaroi. Flet mos, u kry. Big Brotheri mbaroi dasar. Tani na thonin çka dinamika se kemi qenë duke u marrë me Panairin dhe me thënë drejtën këto ditët e fundit. Qetësi absolute. Ditët e fundit janë edhe të pa, po, nuk kam parë asnjë ngjarje në gjë që shpiljem një qetësi absolute, shijemi javës së gjysmë finales, e kanë shiju mirë, jo në knash, patëm disa momentet mira, interesante, Laerti gjesti Egli me Globus, mirë ke, përgjësi mirë, pishin, djel, reze djeli, edhe po mduke që se cili e ka kuptu pozicionin e vetë, po besoj që jem në efe, po që përshëm se kash nuk ka mos një shka me thonë wow. Unë të jem real, nuk e di jam ka bërë vetëm mua kjo gjë për shtypje, por u bëra po thua se 3-4 ditë që unë atë Laerti nuk e shoh fare, edhe në përvinasin nuk e di pse. Sepse tani po i nxjerrin gjyrat e vërteta ai, prandaj. Jo, nuk e shoh në për video, në skama si sekuencë, jo ndjek në po nuk e shoh fare. Ke një moment që skenu një farrolli baba Laerti dhe djali Gjesti, po shkojmë me papër pushinë. Skene bukur qesha me lët, mira atë që ata. Për ndryshe në rregull është edhe Rozana dhe Laerti, ata e kanë drejt kapuqen. E kanë lëviz kapuqen, e kanë në rregull, finale janë. Presin emocionet e finale, sot në etë është mdhipse të Redana. Është në etë, sot për ditës parë. Atëre unë i uroj Gjestit dhe Danjes fat. Unë personalisht me gjithë zemër prapë kum qef Gjesti me Eglin, por që jo me pikësitje. A dalin 2 banorë sot apo jo? Dalin 2 banorë sot, 2 më pak votuarit? Po leti lejnë vlla edhe ata që nuk do zgjidhen. Urdhro? Është gjysmë finalja, do të thënë të martën. Lerti jena autobus pa zotin shmender. Të martën. Se të martën ka prajnë? O Liro. O Ilir, pse futesh këtu në live ti? Ulla, po tek helikopter. Publiku, a? Ilir. Po nga që janë bëri bukur, janë bërë si ky aktori Hollywoodi, çka ka emrin ky me që ishte me Jennifer Lopezin. O Ilir, 4 veta shkojnë në shtëpi, sot 2 shkojnë finale, javën tjetër, të shtunën tjetër atë finalja. Të martën nuk ka prime, po është fan klubi, ka që thjesht është. A keni menduar ndonjëherë që të zgjidhen finalistët dhe të lejnë edhe ata që duhet me dalë me i lënë shtëpi të rrinë me finalistët mrena. 3-4 ditë. Por asgjë
gjumë, imagjino qa pyetje kam prit Big Brother, i gjumë, më Po flem. jo më, Arbri, ai ka bë parti si puna ime dje. Edhe unë dje kam qenë deri në 8 mjesit jashtë, dupci. Fol për vete ti pse flet për mua. Po pra, edhe ato do ja thosha, pse flet për Arbrin ti aq të bojën. Se për vete ka Pse qenë. flet për mua ti vlla. Po ishte me mua, më falni, jo ka del qenë me tet. mua, mbante kablat e mi, mbante çantën time, si shoqërues. Kush? Timo, ai ishte me mua. Erdhi dita jote, ha? Ej, Zago dje ka qenë zonë Club Fire. Ishim deri në ora 5, po nice ka. Spektakël. Barber, atë tu mankuqen, ti e ke hapur? Po. Po, kush e këndon nga të gjithë Big Brotheristat që ka pas Big Brotheri, kush e këndon të mankuqen më bukur se Ligja? Të ho zemrën Danja. Po. Ni Danja që më E ka me mua. Ja se do vi Ligja dhe ta kall njerëz. Të ho zemrën. Se di, të po të pati pamjes Danja është më Albert, guest of honor duhet jenë këta dy çamët këtu, çamët më të famshëm të Shqipërisë, Liam Mandiaro, Ilir Beshiri. Ka më të famshëm se ne. Ne jemi pjesë e komunitetit. Dasara me datë 24 në zbë rezervimet pres. 24? Po, për ty e ku ngre një të para. 24 po, jo me 26. Tek për ty e ku më shky për 24. Vërtet e ke? Për zote. Që që më zbë plani djetes, kësa e natë është nata jonë, nështë ta për përëzdohen për mbyllë me krejtë. Çfarë dite është 24-a? Dite zotit e ejnëta. Të ejnëtën, do me thënë të ejnëtën me datë 24, okej. Me dhe 20 veta me vete, guest list. Bëhet hapja në dark, në qa ore bëhet? Jona, hapjet në Kosovë bëjmë 6 mëngjes, dhe në 8. Do me thënë, kur të vi në Kosovë duhet të flej aty është çështja. Po, në 6 mëngjes, edhe deri në 7-8, 2 orë atë. Shërbeni preskavica në mëngjes? Ofroni shërbim taksi apo duhet vim me benzinën Ti veç hajde. Me hotel me gjitha e ketë kryme, ti veç hajde. Vetëm benzinën do paguaj. Do filloj në ora 7 dhe kemi mysafir. Po pizza boni? Jo, në pizzeri nuk jemi tavernë. Jo, po ka dhe të pyta, vlla. Tani unë e kam një dhomë vetëm, po? Urdhë? E kam një dhomë vetëm. Ja me mu. Se mos më fut me Liamin, se... Ja me mu shpjetë. Po me mu je më e sigurt ami. Le namle. Jo, unë e dua dhomë vetëm se do vje shoqëruar. Unë me Arbrin në dhomë, unë më dhe vrit menin ndi. Unë me Liamin nuk është era pa. është era i qinë. Shpeshe, unë i qëndrej prapa flaj me Liamin. Po ju të dy jeni mësuar, nuk e keni problem. Hajde. Do jenë nga kryeministri, Mirë. Pari Prishtinës e me radhë. S'kemi qëtemi shumë tani, po s'kopim që do na ofroj Prime Nisante. Vaj. Love you. Ju përshëndesim njerëz gjithve. Në publicitet.